klubit. Privatizim, është privatizu klubi, apo? Në fakt nuk është i privatizim klubi, sepse dim gjithë, sepse klubi nuk mund privatizohet mrena natës, sepse ka kritere, ka regla, edhe ato duhet mu bau për mu privatizu. Po, me shku në bazë ligjit, gjithçka po. Nuk po thamë që një të ardhme të shkurt apo një të ardhme të afert mundet me ndodhë privatizimi i plot. Sepse për me të ndodhë privatizimi, në mendoj që do të më mojt një kuvend, do të më mojt një asamble komunale, edhe janë do regla tjera, tash njëren formen, qysh ka me funksionu klubi, po në bitë gjitha ato jenë pjesë tjera, që ndoshta nuk duhet shumë më merë unë si trener, por kjo është ma shumë çështje politike, po. Ku kesh aty të aja pjesa am ka thirë, unë jem taku me vllatina rasisht, ditën e ceremonisë, do me një vllau matri që është në Gjermani, edhe në fakt ka qenë dikun një orë ose dy, ka qenë dikun një orë para se me fillu aja ceremonia që është mbajt në stadion për privatizim. Po këthejmë gjithmonë të aja që është proklamu. Dhe kemi diskutu situata dhe gjonat ndryshme dëmo rreth klubit, jo rreth individve situata tjera, edhe ne ka bo pyetjen direkt, isha unë edhe Besim Bajraktari me to, ish futbollisti besoj, është i njoftun Besim Bajraktari për opinionin. Ish futbollisti po. Sepse aja ka në fakt një farforme ma shumë, ka një shoqëri me vllati që është në Gjermani, edhe na boni një pyetje, ajo ka ftu dikush për ceremonia aty që mbohet, edhe pithojmë na put, na ka ftu, po që para një ore na ka orë mesazhi për 100 praneshëm, me një mesazh nga ne sekretari i klubit Moslivin, jam për momentin nuk po më kujtohet tani. Edhe në rast ty bisedu i thamë që nuk do të vim, për shkak që kjo është një farë njëre fymje për neve edhe në nëshmim. Sepse ardhë në ditën e fundit edhe një orë para se më mbaj. Po një orë dy, saksisht ashtë na nuk mërë me ditë saktë, po ka që jenë ashtu, do mund dikon... Me këthi pak trener humor dhe aeroplanin ma të shpejt me pas problem është marrit. Po, me konë dikon Prishtina, në Gjilane edhe mos me mujt me në zonë. Ku në kom pas rast një po njerëzve ftesa, një javë ditë për parat, njerëzve që s'kan të bojnë me klubin, s'kan pos, do shta ka këshyrë ndeshjen 2 herë ose 3 herë krejt Drenicën këtu 3-4 vite, nuk i kanë ftu, ish veteran të futbolit, ish futbolistat, ish trenerat, shumicën, apo mos tham 90%, do shta i kanë ftu 3-4 ose 5 që janë ofër tynë, ose janë në vime ta në atë kuptimin, dhe natyrisht edhe aja nuk ka qenë një formë që unë nuk jem pajtu dhe ndoshta edhe të ma këshin bo ftesën një dit ose 2 për para, derisa nuk jem ftu shumë kolegë mi, nuk kisha shku. Për hirë të koreksisë dhe sinceritetit ndaj kolegëve të mi që nuk jem ftu.